Minator të sportit! 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 Bravo! Bravo, Croacia! 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 Dy gjëra që janë shumë. Afroja mikrofonin, no. E para mbi gjitha. E para mbi gjitha. Jeni në drejtën tuaj kushtetuese nga fillimi deri në fund. Bravo! E drejta juaj për të grumbulluar vetë në një sindikat të ligjshme për të mbrojtur interesat tuaja është e drejtë kushtetuese. Nuk ka as shqiptar, as turk, as kinez, as gjerman që ta vëjnë diskutim këtë gjë. Dhe mbi gjitha, zbatimi i kushtetutës nuk është çështje diskutimi. Kushtetuta zbatohet ashtu siç është shkruar. Dhe cili do që të jetë ministër, deputet, zyrtar, pronar, për më tepër që ai s'është pronari i asaj pasurie, po është thjesht dhe vetëm një kontraktor për të shfrytzuar atë pasuri atje, nuk mund të diskutojë të drejtën tuaj për të mbledhur e për të garantuar të drejtat tuaja përmes një sindikate të ligjshme. Kjo është e para dhe është themelore dhe këtë nuk mund ta diskutoj. Pyetja që është po kaq e rëndësishme. Ministria përgjegjëse për punën. Ministria përgjegjëse për punën duhet bëjë atë që i ka ngarkuar ligji të bëjë në tilla raste. Jo të zbuz, po të garantojë zbatimin e kushtetutës nga i kontraktuari i shtetit shqiptar për shfrytëzimin e atij vendburimi. Pra ministria duhet të detyrojë kontraktorin që të njohë sindikatën që ju keni krijuar, sindikatën ku ju aderoni dhe normalisht përmes saj të përfaqësoheni për gjitha drejtat tuaja. Dhe kjo është themelore. E treta që është akoma më rëndësishme. Po patjetër që përmirësimi i kushteve të punës, përmirësimi i të ardhurave tuaja për një punë që është më e rënda që kryhet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka punë tjetër më të rëndë. E dyta vjen puna e bujkut, që është në kushte të diellit, të nxehtësisë, të shiut, të ftohtit e kështu me radhë. Kto janë dy profesionet më të vështira dhe punët më të vështira. Po patjetër që është në të drejtën tuaj të kërkoni përmirësim të kushteve të punës. Sa kohë që ajo kompani shfrytëzon një vendburim, po bën biznes atje, po bën të ardhur atje. Natyrisht duhet që të rishpërndajnë nga të ardhurat që ju krijoni. Duhet ta kuptojë ai pronari atje, duhet ta kuptojë edhe çdo ministër, duhet ta kuptojë edhe qeveria, që është puna juaj që krijon ato të ardhura në atë mënyrë, ashtu siç tërësia e punëve që bën njerëzit këtë vend krijojnë atë prodhimin e përgjithshëm kombëtar që duhet rishpërndar me qëllim që njerëzit përfitojnë gjithmonë më tepër. Dhe e fundit që kam, po patjetër, minimumi paga tuaja duhet indeksohen me inflacionin. Dhe duhet jetë e shkruar në një kontratë kolektive pune që ju duhet të keni me atë që zotron kontratën atje. Minimumi të indeksohen me inflacionin. Nuk po them që duhet zhdukur ajo pabarazia e turpshme që keni atje, që punojësit turk paguhen me herë më shumë se sa punojësit shqiptar për të njëjtin proces pune. Bravo! Tani, në qoftë se kjo çështje nuk zgjidhet, unë dhe Ministrja e Ekonomisë do përballemi në parlament pikërisht. Bravo, Kaq kisha ju kërkoj ndjes sepse atje bësh. Minator të sportit! Minator të sportit! Minator të sportit! Minator të sportit! Minator të sportit!